Parashikues e Vision Plus, përshëndetje, do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti ka qenë me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare hera-herës deri të tendura në relevet malore në jug të vendit, të cilat në orët e mbrëmjes u shoqëruan dhe nga reshëshiu me intensitet të ulët, ndërsa era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 5 metër për sekond në Lugina dhe Bregdet. Era ka fituar shpejtësi deri në 9 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 6 deri 21 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 8 deri 25 gradë dhe në Bregdet nga 11 deri 24 gradë Celsius. Për ditën e shtunë, Shqipëria do t'ikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti do t'jetë me kthjellime dhe alternime vranësirash hera-herës deri mesatare, kryesisht në pjesën e parë të ditës në relevet malore. Ndërsa era do të vijojë të frymën drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi 5 metër për sekond në Lugina dhe Bregdet, kryesisht në Bregdetin jug perëndimor, era do të arrijë shpejtësi deri në 9 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 6 deri 22 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 9 deri 26 gradë dhe në Bregdet nga 10 deri 25 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, do të kemi mot me kthjellime dhe vranësira të pakta deri mesatare. Për sa i përket kontinentit evropian, Nishujt britanik, vendet skandinave, gadishulli iberik, Europa lindore dhe ekstremet veri jug të gadishullit Apenin do të jenë në ndikimin e motit të paqëndrueshëm si rezultat i qarkullimit anticiklonar shoqëruar me masa ajrore të lagështa, shoqëruar me motovran me reshëshiu me intensitet hera-herës deri mesatar në formën e shtrëngatave afat shkurtër, shoqëruar dhe me sharkesa elektrike. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë ju takofshim.